unë pap këtë modelin që kemi nisur bashk, ca kolona dhe i kam armuar duke e rikujtuar pak vetë, se kësha që vjetë që s'kisha kështu, edhe kanë ngel një 2 kolona pa armuar, dhe i armojmë sot që dhe të kuptojmë se si funksionon pjesë e armimit. Dakord? Madje gjeta dhe ca template interesante, kështu fletësh, në Families. Nuk e shkoni jo. Po. Teresh ky është ai modeli që ne kemi bërë. Disa prej kolonave unë i kam armuar, këta janë kolona 30-50. Janë kolona më të mëdha se sa kolona 30-30, domethënë. Normalisht zona më delikate është kjo nyja këtu tek rasti im, ku bashkohet një trap e dashuq me 2 tra të thellë dhe me një kolonë. Realisht kjo është zona më ndërlikuar dhe në kanë tjerë duhet zbatuar. Dhe ata sfida e tyre është që ta realizojnë këtë modelin realisht. Pra jo ta vizatojnë si që bëjnë me, por ta realizojnë. Dhe unë jam munduar që të mos kemë asnjë lloj interference ndërmjet shufrave. Mirë, tani për të bërë një kolon, unë kam bërë një kolon me 3 mënyrë armimi. Për shembull, këtu është një mënyrë tjetër armimi. Këtu kam përdorur mënyrë tjetër armimi, do të kjo kolon. Këtu është prap një mënyrë tjetër. Tani, janë këto kolonat në fund, domethënë, kështu që një prej këtyre do armojmë sot. Atëherë, për të armuar, kalojmë tek niveli i taracës. Mirë? Që të armojmë një kolon, do të bëjmë një prerje tërësore njërë në drejtimin X, njërë në drejtimin Y të kolonës. Dakord? Hapi parë marrim prerjen, do më thënë section, dhe building section. Unë po e marrë në këtë drejtim, fillimisht, kolonës, dhe po e orientoj në këtë drejtim. S'ka rëndësi, dhe po u orientua këte e njëjta gjë është. Po kaloj në go to view, duken mirë këto të gjitha duken, vetëm ndonjë aks i oll nuk mund të dallohet. Atëherë hapi dytë është, po themi, kalimi në shkallën 1/50 fillimisht, qartësia e figurës me medium ose fine, edhe unë preferoj ta kem shedi, domethënë në këtë lloj mënyre. Këto prerjet e tjera që i kam bërë tetrari, edhe mund t'i hequn këto. Hide in view. Mirë që të mos më pengojnë pamjen. Pra hide in view elements, pra oqa ca prerje që kisha përdorur tetrari, që ta kem pak të pastër pjesën e kolonave. Atëherë po të vete në structure, kam pjesën cover, që ka të bëjë me shtresat mbrojtëse. Normalisht duhet klikuar te kolona, këtu, dhe duhet zgjedhur një prej shtresave mbrojtëse. Unë kam përdorur 2.5 mm. Për të krijuar një tjetër shtresë mbrojtëse, kalon te këto 3 pikat, po themi dhe interior framing columns mund të bëhet 30 mm, mund të bëhet dhe me duplicate, një shtresë mbrojtëse. 25 është mirë, domethënë se kjo 30 është në një drejtim, kështu që është mjaftueshëm. Pra unë aplikova këtu shtresën mbrojtëse për 25, tetrari e përdora 20, 2 cm, këtu e përdora 3.5 cm. Pasi u caktua dhe shtresa mbrojtëse, kaloj tek ribar. Tani prap vizatimet që unë do bëj, nuk do jenë me shufra standarde, por do vizatohen. Kështu që më duhen ca zona të vizatuara, si kufi. Kështu që prap duhet bëj disa vizatime me model line, që të zgjedh në cilin, po themi, aks duhet të zgjedhon për këtë kolon, atje po regjistrohet. Ky është aksi D dhe aksi 2. Domethënë, kjo mund të punohet në aksin D. Pra, unë mund të bëj vizatime në aksin D. Që do të thotë, fillimisht duhet të caktoj një zonë me minimumi 25 cm që të kthehet shufra e kolonës poshtë plintit. Dakord? Dhe e marr nga kjo zona këtu. Unë po e marr me 50, 0.5.
Dhe po ulem këtu poshtë, dakord? Mund të vizatoj një shtresë, po themi prej 5 cm nga tabani plintit, tjetër. 0.5 me 0.05, dhe po dal këtu, për të caktuar pozicionin ku do jetë vizatimi i armaturës së kolonës. Pra unë caktova një plan, po themi, ose një vi për të caktuar kufirin e kthesës shufrave dhe një për, po themi, pjesën nga pozicioni i tabanit plintit. E dyta do vizatoj pak zonën, po themi, zonën ku bëhet xhuntimi i shufrave të katit përdhe me ato të katit sipër. Nuk do përdor 3 nivele xhuntimesh, po vetëm 2 në nivel kati. Jemi në rregull. Atëherë po e nis në këtë pozicion dhe po ec me 0.8 ndoli mua ajo. Tek rasti që pam teorik, rasti i leksionit. Atëherë 0.8 metër. Ose po e marr me 1 këtë më mirë. Se 0.8 ndoli zona kritike e stafave. Mirë. Këto janë mjaftueshëm, domethënë për të filluar tani vizatimet. Bëj ESC-n që të dal nga komanda modify, edhe kaloj në ribar. Ribar dhe njerë janë armaturat. Kaloj në sketch ribar për të vizatuar, dhe hapi 2 selektoj kolonën, që të më shfaqen këto shtresat mbrojtëse. Dakord? Ja ku janë këto, 25 që unë vendosa e kolona. Tani, hapi 2 zgjedh shufrën. Unë këtë kam kolon, do më thënë 50-30, në këtë drejtim do vendos, po themi 3 fit 18, dhe në drejtimi tjetë do vendos 5 fit 18. Është një kolon 50-30, po bëj një armim jo me minimum konstruktiv. Dakord, kështu po zgjedh 18-in. Ose do mbaj 4 fit 18 në skaj, ose 6 fit 18 dhe do i kombinoj me fi 16 ato të mezit. 6 fi 16 me 6 fi 18. Këtë armim do bëjmë për të kolonë. Dakord? Si rast. Atëherë zgjodha fi 18-in si shufër dhe po filloj vizatimin tani. Nga kjo vija që bëra këtu, po shkoj deri tek shtresa mbrojtëse e kolonës, edhe po kthehem lart. Kaloj edhe katin dhe e ndërpres këtu. Siç e folëm dhe në leksion, në seminar. Jap okay këtu. Dhe u vizatua. Tani, kësaj unë jap një komand me 3 shufra domethënë. Sepse është drejtimi 30, do ketë 3. Drejtimi 50 është ky, do bëjmë prerje tjetër unë për këtë. Dakord deri këtu? Tani, kështu se që kam unë këtë shufrën të selektuar, pra i bëj një selektim kësaj shufrës, edhe me një mirror, po themi, e vizatoj dhe në kraun tjetër. Pra u vizatuan dhe 3 fi 18 në kraun tjetër, simetrik. Dakord? Ja, shikoni këtu poshtë. U vizatua dhe këtej. Tani më duhet të bëj shufrat gjatësore për pjesën e katit të dytë. Tek ribar, prap po zgjedh sketch ribar, dhe për katin e dytë po mbaj prap, po themi, fit 18. Gjithmonë duhet selektuar kolona, që të shfaqen shtresat mbrojtëse, dhe nga niveli 3.06, që të mos më interferoj me këtë shufrën, po e vizatoj pak më brenda. Gjërat 3 që shty do i bëjmë pak më vonë, mirë kur të kemi interferenca. Atëre filloj këto të këtij kati, shikoni që jemi në skajnë e kolonës, kolonën e skajt, le të themi, dhe në qoftë se na duhet ta kthejmë, po themi me 50 cm brenda trarit, do i bëjmë një kthes, por kujdes që të mos më kapi këto zonat këtu, të këtyre shufrave. Po e bëj pak më poshtë, ja këtu. Me sy, edhe në kantir me sy bën dhe 3 shkëput, asnjëherë nuk dalin fikse, me sy. Dhe po ec me 0.6. Japim OK. Vendosim dhe numrin me 3. Mirë.
Ja ku vendos. Këtu nuk i japim dot mirror sepse një prej këtyre shufrave do na dalë jashtë pasaj. Kështu që po e vizatojmë edhe një herë këtë. Tani për të realizuar, po themi një zonë inkastrimi, po themi me shufër fi 18 shprej 1 metër, po themi te 60 cm ajo do jetë tetrari, po 40 ku do jetë? Atëherë unë po e sjell deri këtu, po e kthej te ky pozicioni këtu dhe një dhjeçe të fundit po e kthej këtu poshtë. 0.1. Mirë? Japim OK. Dhe zgjedhim numrin 3. Fix number 3. Mirë? Ja ku bë dhe mbyllja, po themi, e këtyre shufrave. Por nuk mjafton, sepse shikoni pak, mos harxojmë shumë sipërfaqe tek trari, kjo shufra këtu edhe mund të po themi të editohet pak duke u ngritur në pozicionin sipër. Ta çojmë deri këtu afër. Mirë? Çu i bëjnë dhe në kanë tjera, ata i treqin deri në fund ato shufrat, edhe këta për shembull e çojmë deri këtu, deri në fund. Mirë? Atëherë unë po kaloj prapë te taraca tani dhe po bëj një prerje në pozicionin tjetër. Dakor? Po marr prapë komandën e prerjes, pra building section dhe po e bëj që këtu deri këtu. Dakor? Të fushpamje po e ul, po e limitoj pak deri këtu dhe po kaloj në go to view. Dakor? Ja ku jam në këtë pozicion, kthej shkallën fillimisht 1.50. Nivelin e qartësisë e çoj fine dhe mbaj një model me hije, domethënë. Tani këtu do filloj dhe do bëj vizatimin. Prapë më duhen pak këto distancat këtu te plinti. Po do thoni ju plinti nuk duket mirë. Okej. E hapim pak më shumë këtë. Edhe duket tani plinti. Atëherë tani nuk na duhet, po themi, drejtimi D, por na duhet drejtimi 2 për të vizatuar. Pra drejtimi 2. Po marr model line, po kaloj në drejtimin 2 dhe mund të bëj një vizatim këtu me 0.5. Këtu po shkoj me 1 metër. Dhe këtu poshtë po shkoj me 0.07 ose 5. Okej, këto vija tani janë mjaftueshëm për të filluar nga vizatimi. Unë po kaloj tek ribar dhe po kaloj me vizatimin, sketch ribar. Gjithmonë duke selektuar kolonën. Shikoni pak këtë shufrën këtu. Kjo ka dalë nga vizatimi që kemi bërë ne, por çfarë shikojmë në krahun e kundërt. Dakor? Atëherë po kaloj deri këtu. Dhe po vi deri tek pozicioni këtu. Prap me fit 18, ë? Apo tham që do përdorim 3 fi 16 këtu po. Atëherë kalojmë në 16. Tu dhe japim OK. Zgjedhim dhe numrin me 3. Por në këtë drejtim ne i kemi dhe 3 të tjera, I kemi 3 shufra në këtë drejtim. Thjesht I kemi, po themi ato 2 perimetralet. Thjesht po shtojmë dhe 3. Ja ku shtua kjo. Të normalisht unë e bëj edhe me mirror direkt. Me mirror më doli dhe ky pozicioni këtej. Kjo duhet kontrolluar gjithmonë, për shembull kjo është single, këtu duhet bërë fixed edhe me 3. Mund të kemi lënë në një dhe tek ajo e para ne, pa kontrolluar kur bëj mirror. Mirë? Edhe këtë se ka marrë kjo në fillim. Gjithmonë bëni një kontroll tillë, do bëjmë një kontroll dhe tek seksioni që punuam pak më parë. Tani e ka marrë. Okej. Atëherë vizatojmë pak shufrat gjatësore të katit tjetër, mirë të katit lartë.
prap në ribar, sketch ribar, selektojmë kolonën, shikoni pak këtu tani. Unë po vi deri te ky pozicioni këtu dhe po e kthej këtu këtë, që të mos më interferoj prap me këto shufrat që janë prerë. Pra te ky pozicioni këtu, unë jam në mes të trarit brenda dhe shikoj prerjen e, po themi, të një shufre, sikur është prerë me gësherë. Dhe jap një 0.6. Me fi 16 e selektojmë të nga single fixed number dhe 3. Po të shikoni më ka dalë pak shtrem më kjo. Shikoni pak që ka ndodhur këtu. Po, kjo tani duhet të hequr. Okej. Ta vizatojmë dhe njerë këtë. Edhe njerë, këto qoshet janë problemet më të mëdhaja në vizatim, imagjinonin kanë tjerë pasaj, kur vendosen shufrat reale të qelikut. Tani, kjo e drejt vjen këtu, e drejt. Ne po e sjellim deri këtu, dhe po e kthejmë me 0. Okej. Pastaj ato rregullime do i bëjmë në seksion tërësor. Mirë, se normal do ketë prapë që interferojnë. Duhet parë çdo gjë, duhet kontrolluar çdo gjë. Fixed number me 3. Kësaj bëjmë dhe një 3 këtu lart, që të jemi fix. Normalisht ajo duhet parë në seksion tërësor, se këtu nuk e jep dot përgjigjen përfundimtare. Dhe tjetrën, do më në fundit e kësaj gjatësores, sketch ribar. Gjithmonë para vizatimit, klikoni herë te kolona. Unë po vit deri këtu. Këtu po të shikoni ju, kjo e merr deri në 0.1, 0.12 dhe po e kthej poshtë me 0.4. Atëherë, këtë shufrën prap po e kaloj në fixed number me 3. Mirë, pra i vizatuam edhe këto shufrat gjatësore këtu. Është e rëndësishme edhe këto të jenë të treshura, po themi deri në fund, mund ta treshim edhe pak me këtë këtu. Që të çojnë siç vendosen në kantier që kapen edhe lidhen me telbari. Tani unë po bëj dhe një kontroll këtu te section 1, nëse i kam gjitha treshe këto apo jo. Këtu kemi 1 për shembull. Kjo duhet të çojë në fixed number me 3. Gjithmonë këto mirrorët ajo e merr me 1. E di pse ndodh kjo, sepse kur bëjmë, po themi, përfundimin e vizatimit të një shufre, që herët e tjera nuk e kemi bërë kështu, e mira është me ESC të dilni nga komanda, pastaj të futeni prap duke selektuar shufrën dhe të jepni numrin 3 që ta marri. Dakor? Që ta marri me herë të parë, domethënë, pa bërë kontrollin. Tu kemi këtë. Kjo është me 3. Kontrollojmë vetëm këtë këtu poshtë. Kjo është me 1. Dhe kjo patjetër që është me 1, kjo e fundit këtu. Mirë, atëre, pasi kemi bërë dhe kontrollin nëse i kemi vizatuar të gjitha, pra praktikisht u kam vizatuar edhe njerë, ato element që kemi atje të e kolona lartë, por i vizatova në 2 plane, dakord? Edhe pse tani do ketë disa element që mund të mos përputhen, kështu që një, po themi, lëvizje ne të bëjmë pasi të vendosim stafat. Mirë, kishe pyetje?
Mirë, atëre, jemi tek stafat. Jemi tek stafat. Atëre, stafat, kalojmë prap tek ribar, dhe stafën duhet ta gjejmë të gatshme. Nuk e di ti e desa i gjete stafën apo akoma? Të del stafa pa ganxhat. Okej, do ta jap unë me family. Unë kërkova vetë për kuriozitet, do më thënë, dhe gjen family dhe i downloadon. Për gjetur, kjo është më të njishësh kjo, stafa me ganxha. Se nuk mund të lëm këtë, më të njish. Do më thënë viz poshtë të njish. Po, e desa e kështë kërkuar këtë dhe nuk e nxirte ai. Normalisht këto familyt mund të bëhen edhe si bloqet, e krijon vetë dhe e inserton, po ajo ka një MRT, do më thënë pik MRT, që të dali family. Po të dini mirë algoritmat edhe mund të krijoni atë formatin që do ajo. Përveç vizatimit. Tani, unë e zgjodha stafën, e dyta e punës, po ta marr stafën të tillë, nuk ma vizaton siç dua unë tërthor, prandaj duhet vëmë në perpendikular to cover, pra pingull me seksionin tërthor. Tani jam në rregull, por duhet të zgjedh pak fiteçën. Staf fiteç. Di që zona, po themi, e stafës ishte 80 cm nga ajo që llogarita. Ju e patë se si merrej, do më thë stafa. Tu ju tregon maksimumin ndërmjet këtyre. Me atë që bëm neve në seminar doli 80, do më thënë, centim, kështu që dhe unë po e mbaj me 80 centim, që do të thotë, po marim 8 stafa, po themi, me maksimumin e hapit, çdo 10 cm, dakord, brenda zonës kritike. Ose mund të bëjmë dhe në një mënyrë, po themi, të normalisht që të bëni sakt sa duhet jetë gjatësia e hapit stafave, duhet vizatuar një vit, do më thënë ku del, sipas llogaritjeve. Me komandat, me polyline, siç bëm në fillim, që ta dim fix ku është zona. Dhe të punojmë pasaj me number with spacing. Unë po mbaj 8 njerë, dhe po mbaj jo çdo 10, po mbaj çdo 80 cm. Çdo 80 mm, që do të thotë çdo 8 cm, si zonë. Po duhet jenë në këtë mënyrë, do më thënë, të orientuara, po të vesh këtu poshtë dalin në mënyrë të tillë. Këtu është pak lartë kjo, gjithsesi unë po e vendos një herë, dhe mund t'i bëj move më vonë. Në njëjtën distancë po mbaj dhe këtu lartë, pra kjo është nga fundi i trarit, sepse ne morëm lartësinë e kolonës minus, do më thënë lartësinë e katit minus lartësinë e trarit. Po vendos një herë këto unë, se stafat vendosen dhe brenda trarit, po unë po vendos një herë këto fillimisht. Si zona kritike. Ja është zonës kritike, po e qoj në 15 cm, aq sa më doli dhe mua, pra 150 mm. Gjithmonë për gjetur këtë, e pam këtu, një është zonës kritike, kjo është brenda zonave kritike, kjo është hapi brenda zonave kritike, ja është zonës kritike, kjo është marrë 180, do më të 18 centim, po e thamë, për lehtësi kantieri, po e mbajmë 15, pra 150. Këtë janë shumë, unë po provoj me 5. Okej, kjo është në rregull, do mund të vjen dhe 6. Po përpiqem të vë dhe këtu 6. I vendosa këto, dhe po mundojmë tani dhe pe kjo zona këtu të mbaj 5, po themi. Do të pas që kujdes me këto mos interferojnë, po do t'i kontrollojnë pak më vonë. Edhe këtu lartë. Nuk është pak problem tu se deri këtu na lejon kjo. Atëherë pëlqem 4 këtë. Këtu është mirë kjo. Okej, pasi vizatuam edhe stafat, tani mund t'i bëjmë një kontroll tek ajo 3D-ja. Edhe pse e dim që do ketë shumë interferenca brenda. Apo të bëjmë mirë kontrollin me seksion tërthor. Atëherë unë po krijoj një seksion tërthor këtu poshtë.
pra me section, por jo section, building section, por po kaloj në detaj. E po e bëj këtu. Mundohuni që kjo zona të kapi vetëm brenda kësaj zonës kritike këtu. Go to view. Shkojmë tani se çfarë ndodh realisht brenda kolonës. Çfarë mendoni ju që ndodh? Tu tani det një kaos. Edhe pse nuk është zonë xhuntimi ka dhe më keq probleme. Ja shikojini pak. Këtë këtu për shembull, po të selektoj këtë këtu unë, të shufrën këtu, duhet të ketë 3 kjo. Pra kjo ka 3, por shikoni si ka të hapura, këto 3. Ne këtë duhet ta treshim pak më lart njerë. Mirë, sepse këto 3 duhet të vendosen dhe brenda këtij drejtimit. Kanë ato 3 fij 16-qet. Ne këtë duhet ta treshim dhe pak këtu tani. Këtu. Unë po e çoj deri këtu ose po e vendos brenda kësaj. Nëse po e çoj deri këtu këtë unë, që të jetë pothuajse në mes. Prap nuk është fare në mes, kështu që duhet të lëvizur dhe pak. Kjo deri këtu. Dhe tani po e çoj këtu në fund. Mirë? Pra i nxora këto 3 fij 16 që ishin të fshehura 2. Dhe ishin poshtë fij 18-qeve. Tani kontrollojmë pak të tjetrën këtu. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë. E pare punës e nxjerr pak tej unë. Dhe i çoj në të njëjtin nivel me këtë. Ma nxjerr vijen që tregon të jenë në të njëjtin nivel të paktën. Ja. Këtu. Dhe çoj këtu sipër. Mirë? Pra i nxora këto që ishin të fshehura fillimisht, por prap kam këto që më interferojnë. Këto. E mira është që unë të tresh çik stafën këtu, ta deformoj pak këtë stafën. Kjo stafa pak me vështirësi, siç e treshin ata në kantier, po edhe mund të triqet. Ja doli shumë. Dhe del me gjithë shufra. Nuk është gjë e mirë. Atëherë po kthehemi prapa. Dhe po merremi me shufrat këto. Atëherë unë këto po i tresh pak këtu brenda. Dhe nuk ka interferenca. Tani kam vendosur gjitha brenda stafave, por prap kam rregulluar vetëm katin për dhe, duhet parë tani çfarë ndodh tek zona e xhuntimeve. Aty është dhe më vështirë. Gjithmonë mundohemi të i fusim brenda stafave këto dhe siç mundohen ata në kantier realisht duke i treshur dhe neve këtu të njëjtin gjë bëjmë, domethënë, por nuk lodhemi fizikisht. Atëherë unë këtë po e tresh, po e çoj këtu sipër. Këtu është zona e xhuntimit, ë? Këtu tani shikoni këtë pozicionin këtu. Kjo duhet vej pak a shumë si kjo që diskutuam në leksion këtu. Pra kjo zona, do i shkojmë pak këtu, ne? Duhet vej pak a shumë si kjo. Pra, shufrat mos jenë të interferuat tek njëra tjetra. Pjesa tjetër pasaj rregullohet. Atëherë, ti shikojmë pak me radhë këto. Është problem dhe për t'i kapur këto. Këto janë tjera, këto duhet kapin. Atëherë, unë këto po i tresh deri këtu. Dhe të njëjtën gjë po bëj dhe me këto. Zona e xhuntimit, domethënë, nuk kemi çaj bëjmë zonës së xhuntimit, por edhe këto duhen treshur. Po të shikon juve, nuk trishen kështu vertikalisht, por mund të tentojmë me, apo ja e ka këtu këtë. Janë ato që janë kthyer. Këtu e nxjerr vetë programi këtë. Okej, tani nuk është se kemi shumë. Mund të trishet dhe kjo pak.
mund sillet në këtë pozicionin këtu. Mund të triqet kjo dhe pak më lartë. Ideja është që edhe kjo këtu të mos interferoj me këtë, kjo që kthehet. Gjithsesi po e lëm mirë në këtë pozicionin këtu. Pak të nuk kemi interferenca. Mirë? Unë po kaloj tani tek 3D-ja. Ti nxjerrim pa këto armaturat që kemi bërë. Duke selektuar zonën e kolonës që vendosëm armaturë. Mbajmë të selektuar tek filtri vetëm armaturat strukturore. Dhe në view tek pamja, domethënë tek grafika, selektojmë 3D view në të dyja, e çekojmë domethënë. Tani këtu kanë dalë armaturat që ne kemi vizatuar te kolona. Mirë? Këto janë ato që kemi vizatuar te kolona. E rëndësishme është shikohet kjo zona këtu. Kjo zona e xhuntimit. Shikoni sa afër kanë dalë shufrat këtu. Për t'i dalluar mirë normalisht, unë po jap edhe ngjyrat përkatëse këtyre. Atëherë, override graphics in view by element. Tek materiali mbajmë solid fill gjithmonë. Dhe materialin, po themi, po japim një ngjyrë. Çfarë ngjyre e doni këtë? Këto ishin ato 5 këto ishin 5 16 këto. Po. Po normalisht në një drejtim janë 5, ato në një drejtim janë 3, kurse unë si kthime poshtë i kam bërë 3 me 3 në çdo drejtim dhe praktikisht janë 12 janë ato në total. Dhe janë bërë 3 këtej, 3 këtej, 3 këtej, 3 këtej. Atëherë edhe këtyre po japim override graphics in view. Nga materiali, solid, dhe ngjyrën po lëm të. Mirë. Tani, të njëjtën gjë bëjmë dhe me shufrat sipër. Shikoni pak këto që kemi kthyer këtu. Këto janë 1 dhe këto 3 janë të tjerat. Këto dhe njërë janë shufrat e kthyera në këtë drejtim dhe në këtë drejtim. Atëherë që të jemi në rregull ne, unë po kap vetëm këto që janë kthyer këtu, pra këto që kthyen brenda kolonës sepse nuk dilte vendi. Mirë, dhe këto që kemi këtu. Çfarë ngjyre i doni këto? Stafat do ishte mirë për portokalli, që ti kemi njësoj si këto stafat e trarit. Kush i bie Leila këtu, kjo? Është magenta. Atëherë kemi këto, kanë ngelur dhe këto. Atëherë override graphics in view by element. Këtë ngjyrë ta lëm, po lëm jeshile. Okej, mirë. Tani shkoni pak dhe këtë shufrën që kthyem kështu. Pse e kthyem në këtë? Për të realizuar, po themi, zonën e inkastrimit të kolonës tek trari katit të dytë, po themi, por nuk del ajo distanca dhe normalisht e kemi kthyer në krahun e poshtëm prapë. Por është realizuar ajo 50 fija, dakord? Vendosim dhe stafat. Brenda zonave kritike pimbajmë me atë portokallin, siç kemi bërë tetrari këtu. Edhe këtë pjesën, po themi, ndërmjet katit, po e lëm me të verdhë. Këtu se pas kemi bërë, po jo, kjo është tjetër. Kjo është zonë kritike, në fakt, vetëm kjo është zonë kritike.
E di pse thot inkorrekt për këtë, se ne këtë ja kemi dhënë ngjyrën kësaj dhe unë e kam selektuar. Atëherë po e heqim mirë këtë, ne? Edhe kjo duhet ishe brenda zonës kritike, kështu që po jap dhe kësaj një të verdhën, një kështu portokalli. Kurse jashtë zonës kritike ngelet kjo e ndërkatit dhe kjo e mezit të kolonës këtu. E selektojmë të. Tani mbaroj. Si ju duket kolona? Kështu duhet ta bëni dhe juve. Që ta kuptoni. Dhe shikoni me këtë që kemi bërë ne, sapuni kemi hapur atij punëtorit në zbatim, domethënë te kjo zona këtu. Shikoni pak të zonën këtu, çfarë ndodh. Atë që do harmoni këtu, do e bëni dhe atje, ta realizoni dhe atje. Po. Shiko, mund të bëni atë, mund të bëni dhe dy. Domethënë, shiko, mund të edhe të kopjoni armaturën në një kolon, ta vendosni te një armaturë tek një kolon tjetër, por shiko ç'a ndodh. Un tentova vetë të kopjoj. Shikoni pak ç'a ndodh. Un këtë kolonën këtej e kopjova nga kjo këtej, këtë me një pikë referencë. Ndodhen ca anomalisë tek zona mbrojtëse dhe u mundova pasaj të riq prapa, andej bëj këtë se interferonin. Edhe mund të bëhet, nuk është se ka ndonjë problem, domethënë, të ashtu. Edhe këtë trarin, e bëra një këtu këtë trarin peta ashtu, pastaj kopjova edhe poshtë. Poshtë më ndodhen ca probleme që mezi rregullova. Pra më interferonin stafat këtu me shufrat. Derisa u mundova që i zgjidha pasaj. Nuk është se u mundova shumë siç mundohen ata në kantier, por prap syt u lodhën duke kërkuar këto zona. Tani kjo ishte kolona që armuan bashkë ne, me klasën tjetër do armoj dhe këtë të fundit edhe mbaron dhe kolona, ngelet vetëm plinti. Mirë, nuk e di grupi, e kuptuat deri këtu. Tani të njëjtën gjë ne mund të bëjmë për detajin këtu. Atëherë po vëm pak tek section 2-shit, këtu. Ose tek section 1-shit, këtu. Edhe po bëjmë një lloj specifikimi të numrit, të diametrit dhe të hapësirave. Për të bërë specifikimet dhe emërtimet e armaturave përdorim annotate-in. Mirë, tek annotate, njësoj si në AutoCAD. Dhe kemi këtë tag by category. Atëherë fillojmë me këtë shufrën këtu poshtë. Këtë. E rëndësishme është mos jetë i mbyllur endi, po të jetë free end, që të bëjmë një lloj rrotullimi. E unë e nxora këtu këtë. Kjo është fit 18, 57, po themi ish numri se kanë vizatuar edhe shumë shufra të tjera unë. Do emërtoj këto tani, këtu. Këto janë të tjera. Këtu më nxjerr edhe këtë vijen për orientim. I emërtova edhe këto. Të njëjtën gjë mund të bëj edhe për këto këtej. Mirë, mbarova me shufrat e kësaj kolonës poshtë. Kaloj tek këto këtu lart. Këtu jemi. Kjo është stafa. Jo, 55 janë numrat, sepse unë kam vizatuar shumë shufra këtu. Dhe numri i kësaj është 55, nuk ka lidhje me hapin, jo. Te stafat është. Pra po të shikoni ju te kjo 3D-ja, tu ka pa fund shufra, dhe ky është numri 55 që vizatohet aty. Dal tani pse miku orientimi këtu. Atëherë vazhdojmë pak me këtë pjesën këtu. Miku annotate, po shkoj prap në annotate, tag by kategori.
Në total unë kam vizatuar deri diku te 60 tipe shufrash aty. Prandaj numri përkon me diametrin, edhe me elementin. Kjo është 52-shin. Tani po vazhdoj pak me stafat. Stafat brenda zonës kritike. Po e nxjerr jashtë. Stafat jashtë zonës kritike. Këtu. Të njëjtën që po bëj edhe këtu lart. Po bëj një brenda zonës kritike. Dhe një jashtë zonës kritike. Mirë. Atëherë tani unë këto i selektoj të gjitha sepse akoma s'kam informacionin e plot. Pra po i selektoj të gjitha. Këto. Duke mbajtur këtë CTRL, domethënë, shtypur. Dhe shkoj pak te properties, edhe zgjedh quantity type, spacing dhe number. Pra sasia, hapësira dhe numri. Mirë? Dhe po të shikoni këtu tani kam më tepër informacion. Normalisht mund të bëj lëvizje unë të këtyre. Ose këtë stafën po e lëviz pak më poshtë. Atëre, këtu unë kam 3 fi 16, që ja ku janë, dhe 3 fi 18, ato që vizatova. Dhe 3 fi 18 të kraut këtej. Stafa tani, në këtë zonë janë 6 stafa fi teqe, çdo 15 mm, që e vizaton vetë. Kurse jashtë zonës kritike, janë përdorur, brenda zonës kritike, janë përdorur 8 stafa fi teqe, çdo 8 cm. Këtu janë 6 stafa fi teqe, çdo 15 cm jashtë zonës kritike. Të njëjtën gjë kam dhe poshtë, 3 fi 16 me 3 fi 18 dhe 8 stafa fi teq çdo 8 cm brenda zonës kritike dhe 6 numri që vum quantity domethënë, fi teq çdo 15 cm jashtë zonës kritike. Këtu kam mbaruar dhe specifikimi dhe të njëjtën gjë ne mund ta bëjmë dhe tek seksioni tërthor. Pra po të kopjoj unë të ta çoj pak më poshtë. Po e çoj tek kjo zona këtu. Section tek detaj, domethënë, detaj kolonës dhe këtu mund të bëj një lloj specifikimi të le të themi dimensionimit, dakor? Atëherë si e bëj këtë? Prap tek annotate, por kaloj tek multi rebar. Mirë. Dhe po selektojmë 3 fillimisht këtu, po të shikoni kjo është një shkallë e madhe, kështu që e mira në detaj është përdorimi shkallë 1/20. Ja ku i vendosa këto. Këto të tjerat këtu. Mirë është këtu. Ja ku dimensionuan dhe të gjitha elementet këtu, mund të bëjmë të njëjtën gjë dhe për tek annotate dhe për stafën, në këtë pozicionin këtu. Mirë. Ja ku i kemi tani 3 fi 18, ky është numri, 3 fi 16 lart, pra në total dhe njerë janë, në total dhe njerë ja ku i kemi 3 këtu dhe 3 këtu 6, pra kemi 12 shufra, por 6 i kemi me fi 18, 6 i kemi me fi 16. Këtu mbaron dhe seksioni tërthor, mund të krijojmë një flet të dytë vizatimi, për të hedhur dhe kolonën. Madje ne mund të nxjerrim, ju thashun në radhën e kaluar, dhe tabelën e ekurit. Pra mund nxjerrim dhe preventivin nga Reviti direkt. Tani unë do mundojmë ta kujtoj pak të pjesën, sepse kemi bërë vjet me studentët. Po kaloj pak tek section 1, pra të nxjerrim sasinë e armaturës, po problemi është që Reviti bën këtë, që të nxjerr një tabelë armature për gjithë ekurat që ka kjo struktura këtu, dhe këtu ka shumë, kështu tabela mund dalë shumë e madhe dhe mund të mos futet në atë tabelën A1. Po gjithsesi ne po në faqen A1, gjithsesi unë po e nxjerr një herë. Mund t'ju tregoj dhe mënyrën se si mund t'i reduktojmë tabelën, sepse për shembull shufra 57 me shufrën 13 mund të jetë e njëjta, por kanë numër të ndryshëm dhe tabela rritet.
Po, kjo bëhet duke selektuar, për shembull, një numër të caktuar stafash, që janë njësoj me stafat e kolonës tjetër, në zonë kritike, dhe duke i vendosur një emër. Një emër të përbashkët. Këtu për shembull tek schedule mark, mund t'i vëmë edhe një emër në kësaj, për shembull staff. Ja. Duke i grupuar gjithë shufrat e njëjta me të njëjtin hap me emra të caktuar, reduktohet dhe fleta, po rritet numri. Mirë, me këtë logjik. Tani po të vemi në tek pjesa manage duhet të jetë kjo. Ose në annotate duhet të jetë. Këtu është. Atëherë tek view kemi këtë schedule. Schedule quantities. Këtu. Tani e rëndësishme këtu është të zgjidhet pak, se këtu janë të selektuara të gjitha këtu. Unë kam lënë vetëm strukturën. Këtu ka arkitekturë, strukturë, mekanik, elektrik, infrastrukturë e pa. Tani tek struktura ne duhet zgjedhim vetëm structural rebar këtu. E tabela. Këtu jep emrin, mund të vjetë dhe emri që duam ne, por normalisht kemi nxjerr për gjithë armaturin që kemi vizatuar gjatë kësaj periudhe. Dakor? Këtu duhet të zgjedhim parametrat që duhet përmbaj tabela. Për shembull bar diametër, diametri i shufrës. Bar length, edhe kjo duhet. Kostoja ka një mënyrë tjetër për të nxjerrë koston. Rebar number duhet. Duhet total bar length, kjo na duhet dhe njërë për preventivin. Image normalisht janë, po themi, imazhet që vendosen në tabel, dhe ne kemi 2 lloj ose 3 lloj imazhesh. Një është shufra gjatësore, një është ajo e inklinuara dhe 3 janë stafat. Kështu që dhe image duhet dhe A-ja, B-ja, C-ja, D-ja dhe E-ja. Do thoni ju çfarë janë këto? Këto janë kur kemi një staf ne, A-ja është një drejtimi stafës, jep gjatësinë. B-ja drejtimi tjetër, C-ja, D-ja. Po të kemi shufër të inklinuar, mund të jetë deri tek një gërm e caktuar dhe jep dimensionet. Nëse shufra gjatësore, po themi, ka vetëm A, B, C, D-ja, E-ja dalin 0. Dakor? Ne këtu mund të vendosim dhe ka që janë këto. Do të thënë, këtu japim OK. Dhe por të shikoni këtu doli tabela e ekurit vetë. Pra, u krijua preventivi i armaturës. Vetëm i armaturës. Ju e dini që në një projekt, elementi më i shtrenjtë është armatura e çelikut. Mirë? Jo, nuk e vura koston unë, se kostoja do ca formula për të nxjerrë koston. Unë thjesht nxora tabelën e ekurit që duhet për të zbatuar. Që duhet porosisin ata, po pa çmim, sa duhet porosisin ata. Po, pa tjetër, unë prandaj po e bëj, që ju mund të përdorni tek preventivi juaj. Këtë image duhet ta lëm pak të madhe. Tani, si mund të shtojmë ne, shikoni pak të, unë kam fiteqet. Fiteqet janë stafat. Normalisht, po t'i grupoja gjithë stafat me një emër, nuk do më dilni 7 fiteqe, si që dalin këtu. Do dilni vetëm në një vend. Dhe ne duhet vendosim pak formën e stafës. Për shumë të kjo stafa këtu në image, do thoni ju si del kjo, janë 3 pika këtu. Klikon këtu, dhe normalisht duhet dali shape-i, forma. Po nuk doli, do kaloni në ed, to shkarkojnë normalisht, janë pjesë e family. Unë do mundojmë t'i gjej pak këtu në downloads duhet t'i kem. Në downloads. Këtu duhet t'i kem unë tek kjo. Ja ku janë format. Këto normalisht duhen shkarkuar. Këtu janë gjithë format e armatura. Unë duhet gjej stafën njërë. Atë stafin që nuk i dilte desës, për shumë. Kjo shape 51-shi. Mund të ketë stafat tjera këtu. Ka shumë. Unë këtë po e shtoj me open, dhe normalisht është kjo, mund të përdor OK. Të njëjtin që mund të përdor dhe këtu, këto pse s'ndalin mua, sepse është njësoj si te AutoCAD, kur përdor ca imazhe dhe i heq nga folderi ku është projekti, nuk dalin më. Prandaj dhe këto nuk dalin më, njësoj si tek AutoCAD. Kështu që unë po e zgjedh këtë sepse kam caktuar, po themi fi 20-ja. Fi 20-ja
do të ketë një shufër gjatësore. Unë po kaloj prap tek ed dhe duhet gjej shufrën gjatësore që i bie kjo. Do shkoj mirë. Kjo i bie shufra gjatësore. Open. Të njëjtën gjë bëj dhe këtu, vetëm se tabela do dali pak e madhe. Ok, kjo është tabela e ekurit ose preventivi për pjesën e armaturës. Tani unë po shkoj pak te fleta e vizatimit. Mirë, atëherë po kaloj pak në ok. Dhe po kaloj në sheets. Po bëj një sheet, po krijoj një faqe të re. Dhe tek faqja e re normalisht unë për shembull kam shkarkuar dhe një sër faqesh vizatimi. Për shembull po të bëj load unë këtu. Jo tek family, akoma e kam te downloads unë këtë, në my computer, dhe vetë në downloads. Këtu kam dhe template-et. Për shembull këto janë template flet vizatimi të gatshme që merren me vul gati. Për shembull kjo është një mënyrë. Kjo është këtu për shembull është atresh elegant, atresh bubble, ka atresh A2 A1, ka sipas formatit. Kjo është një nga fletët që kam përdorur unë zakonisht. Po i bëj open kësaj. Dhe kjo është një flet vizatimi që ju këtu mund të plotësoni dhe vulën pasaj. Pra ka flet pa fund nga këto, që mund t'i krijoni dhe vetë, nuk ka asnjë lloj gjë. Por kjo është një flet që unë kam përdorur përpara për vendosjen e armaturave. Mund të përdor edhe një flet e tillë. Një shit, edhe kjo e kam përdorur edhe këtë. Dhe kjo është një flet e mirë, domethënë. Por normalisht tu vendos emërtimet, kush punoi, kush pranoi. Po janë template që i ka vetë programi. Kjo është e mirë, domethënë, dhe unë e kam përdorur dhe realisht tek ai hoteli që ju kam treguar. Tani për të vajtur pak tek kolona. Atëherë unë kolonën, detajin e kolonës e kam tek section 2-shi. Pra kam section 1 dhe section 2. Section 1 edhe e detajova. Atëherë ku i bie kjo? Ja ku i bie section 1. Atëherë unë po vete në tek fleta e vizatimit. Këtu, këtë po e mbyll. Dhe po marr section 1. Për ta hedhur këtu. Ja ku është kjo? Unë mundon ta vendos këtu. Normalisht kjo është e vogël për këtë flet, se kjo është flet format A0. Kështu që normalisht dhe kjo duhet të rritur pak shkalla këtu për këtë lloj formati. Mund ta çojmë në 1:20. Po u zmadhua pak shumë kjo, po që kjo është një. Unë duhet të marrë dhe section 2. Normalisht kjo është një flet a priori që ne po bëjmë këtu. Sa bëm në ato, apo 1:20? E nëse këtu tani futet dhe ky detaj 8. Ky është detaj 8, normalisht ky detaj 8 duhet të rritur, po themi në shkallë 1/10 ose 1/5. Dhe duhet futur dhe tabela e ekurit. Po tabelën si e vendosim këtu tek kjo tresh ishte çfarë bëm ne. Unë po e nxjerr një këtu jashtë. Ja kush dhe tabela e ekurit e preventivit. Normalisht nuk e nxjerr kjo sepse ka nxjerr gjithë armaturat dhe unë si kam nxjerr me grupe.
Po ti nxirja me grupe shufrat, normalisht kjo do dilte. Ja unë për shembull vendosa armaturë vetëm tek këto zonat këtu. Në një kolon ne kemi vetëm 3 tipe armaturash, me numrin për katës dhe ajo të jep quantity, të jep numrin. Normalisht bëhet dhe ajo do pak, ajo do, po themi 10 minutë që ti kthesh të gjitha stafat e gjitha kolonave me një emër. Gjitha shufrat gjatësore trahet me një emër, e normalisht dhe tabela mund dali me 10-15 reshta. Dhe futet brenda faqes, po themi, dhe faqja e vizatimit është gati për normalisht neve ç'a bëjmë te ai projekti që u kam treguar unë juve. Shumë gjëra janë bërë në Revit. Pastaj janë kaluar në AutoCAD dhe specifikimet e fundit janë bërë në AutoCAD rregullime. Se ca gjëra i ka më thjesht AutoCAD-i. Kjo ka lehtësira shumë që AutoCAD-i si ka, por në fundit bëhet një lloj bashkimi. Këtu mbaron dhe fleta e vizatimit, që ne kemi krijuar. Dakord. Ndoj pyetje?